vazhdojmë të qëndrojmë këtu sepse tani do të kemi një recetë që do t'ju ngroh pak barkun, në kohën që do të kemi edhe shira dhe është një recetë që mund ta përdorni në vazhdimsi këtë javë apo edhe që sot, pse jo, nëse i keni të gjithë këto përbërësit në shtëpi. Jam e bindur që po ndonjë gjë e vogël mund t'ju mungoj, megjithatë për të kuptuar se çfarë keni dhe çfarë jo, e janë që t'ju them menjëherë përbërësit që do t'ju duhem për të bërë një supë me patate, preshe dhe spek. Përbërësit janë këto: 2 presh, 2 qep, 1 deg selino, 2 selpinj hudhër, 2 patate, trumz, vaj ulliri, 1 lugë vitam, lëng pule i valuar, 200 ml pana, djath çedar, 1 copë spek, bishta qepe të njom, spec djegës në thërime dhe majdanoz e kopër. Po, i kemi gjithë përbërë. Përbërësit të shkëlqyer. Shumë ndjellës, me thënë të drejtën. Edhe del shumë e shishë, kjo del kështu kremoze, kremoze do dalë. Si do të procedojmë? Fillimisht do të skuqim preshin, bashkë me hudrën, me selinon, të gryra jo shumë dhe imës, sepse këto do të kalojmë pastaj me mikser, nuk do kujde. Do të shtojmë edhe patate dhe ato në kubik dhe do t'i lëmë të skuqen pak. Do shtojmë lëng perimesh të valuar ose mishi, pule, çfarë të dëshironi juve. Do të lëmë që të na zbutet patatja, më pas, domethënë pasi të kaluar ky proces, ne në një tigan të vogël do të skuqim këtë spekun, e duam kështu të vockël fare që t'ja edhim sipër vetëm për shije. Në fund fare mbasi të jenë zbutur gjithë to perime, do t'i kalojmë në mikser bashkë me djathin. Un kam zgjedhur djath çedar sepse më kishte mbetur në frigorifer, tash po e konsumoj këtë, po ju mund të përdorni djathin ton kaçkavall që është i shkëlqyer. Ose çfarë keni në një djath. Ose çfarë ju ka mbetur, unë kështu përdor. Në këtë rast as pas ka mbetur ky, po përdorim këtë. Ecim Julke? Ecim me recetën, një recetë shumë e thjeshtë, po me shumë shije e shumë përbërës. Edhe i kemi shumë qejf këto recetat, me thënë të drejtën, në këto kohërat me shije të ftohta që shkon në shtëpi dhe sikur të vjen shpirti në vend. Kur ke një pjatë supë të ngrohtë. Edhe është një ndjesi jo vetëm imja personale, po kam përshtypjen e gjithë ju. Atëre, fillimisht ke kjo tenxhere do të hedhim. Kam një lugë vitam, do të hedh edhe pak vaj ulliri, sepse nuk doj që të më krijohet tymi etj, e dini ju pikën e tymit, e ulim me këtë. Atëre, hedhim vitamin, që jep edhe shumë shije. Do shtojmë edhe pak vaj ulliri. Dhe po e lëmë që të na bashkohen pra këto dy përbërës. Ky vitami ka një të mirë që bashkohet shumë mirë me vajin e ullirit, kështu që jemi shumë okay. Dhe ta ndezim? Po e ndez. Dhe fillimisht do të pres qepën. Po marr një thik, atëherë lëngun e kemi gati. Pra qepën. Jo shumë imët, sepse si thash do t'i kalojmë të gjitha në mikser. Kështu që do të presim perimet, është aja. Po, bravo. E çdo recete, po sidomos e kësaj. Më pëlqejnë shumë këto receta që kanë shumë përbërës. Jeshilliqe, janë që dalin shumë të shishme, s'kan as mish, as gjë, domethënë kështu që se kush do në shtodhi qik mish bë. Po, unë them që mos e ngataroni me mishra kot, sepse shumë e mirë, kështu s'ka nevoj për gjë tjetër, me thënë vërtetën, no? Nuk ka nevoj për shtesa. Ja. Edhe të ndihet tamam ajo shija e perimeve, që janë pjesë e recetës. Tamam. Atere, pra. Do të hedhim qepën. Edhe ky vitami sa shije se duke që dhe ishën, domethënë le të themi i shëndetshëm, është nuk ka probleme, jo kolesterole etj që janë bërë problemi madh sot. Do t'i grim 2 preshët, janë larë, janë pastruar që më parë edhe këto, kështu që nuk ka nevoj t'i bëni prerjen e preshve me konkurs dhe me vizore, sepse si që ta zonja Linda do t'kalohet kjo mas pastaj në mikser, sepse do t'kemi një supë kremoze. Brava. Tu që mund t'i prisni si të doni, bon që t'mos jenë kaq të gjatë. Po, sepse duam që t'na skuqe, edhe këto rrathët kështu. Sa më pëlqen preshi, sa i bukur është Julka. Po, shumë i bukur është vërtet. Dhe kur pritet kështu lejër, shije shumë nëpër supë. Pra, po shtojmë edhe preshin, mbasi hodhëm qepën. Tani po e ngrej pak temperaturën, se kësha bën me temperaturë të ullët.
Edhe vazhdojmë edhe pjesët e tjera të preshit. Bukuri, ndërkohë edhe ujin e kemi të ngrohtë atje. Po, e kisha valuar unë çfarë. I ndajmë thjesht në mesë këto rrotat kështu. Ne kemi një ujë lëng perimesh, se nuk e kemi thjesht ujë. Megjithatë, nëse ju nuk keni një lëng perimesh apo lëng mishi, nëse doni ta bëni me lëng mishi, edhe thjesht me ujë është okej. Po, botë që t'jeti valuar, Eksakt. kjo është e kryesore. Pra, tash i do presim dhe pjesën tjetër të preshit. Patate do t'i shtoj në fund, jo pa qëllim, edhe pse janë më të fortat, por sepse këto kanë atë niseshte dhe në qoftë se i vëm ato të skuqen, lëshon niseshte dhe ngjisjen e bën, kështu që nuk më pëlqen. I shtoj më Ja, dhe një teknik tjetër, unë për shembull do të kisha hedhur qepët edhe patatet, dhe më pas do të kisha hedhur. Po, se logjika të thotë se janë më të fortat, po jo, ajo lëshon atë niseshten dhe ngjitjen e bën bëni më mirë. Mbani shëndim. Zonja Linda, jo më kot na i thotë gjitha këto teknikat, kemi shumë që të mësojmë nga kjo zonjë. Kështu që kur keni edhe presh edhe patate në recetën tuaj, hedhni një herë preshin me qepët, pastaj patatet. Për arsye që zonja i shpjegoi. Atëre, dhe pak selino. Gjithmonë ke këto supat përdoren, këto gjethet e selinos, unë për shembull kur marr tuf me selino, gjethet i lëve që fuske supat. I përdor në për supa. Jep shumë shija. I heqim këto fijet, që ka kjo selinoja. Se këto mbeten kështu. Në ato fillime që se njifshim, ne nuk se përdorim selinon, paktën kur në shtëpinë time jo. Dhe kur shkova unë në Itali, as e dija që sikur kishim atëherë ne internet e gjëra për t'i parë. Ata si na ngelin këto fije kështu sa të forta në gojë. Më pasaj u ftillova që u donin hequr ato, s'kishte faj selinoja. Hedhim edhe këtë, pra. I jep shumë aroma dhe selinoja. E vërtet. Këto degët e gjethet le të themi, do t'i shtojmë më pas. Okej. Po jeq vetëm këtë pjesën këtu. Dhe i kam gati për t'i shtuar në fund këto. Shumë aromë S'ka nevojë, po, shumë. Dhe sidomos jo vetëm në për supra, unë për shembull ndonjëherë e hedh edhe kështu deg të plota dhe pastaj i heq, edhe kur bëj thjerza. Bravo, shumë mirë. Ose për të bërë lëngun e perimeve, lëngun e mishit. Po, ka shumë karakter. Po, jep, tamam. Po edhe për sallata është shumë mirë, ë? E vërtet. Edhe si znek, unë për shembull përpara thoja, që janë këto që jo, znek nuk e ajdo. Do jeshilet kështu me krem djathit dhe i han. Në fakt të qëruara, të vockla, të japin një lloj freskie, nuk e di, e kam provuar diku. Ja, unë se dua. Po që më pëlqeu. U çudita dhe vet. Unë deri ke zneku nuk arrit dot. Deri aty ja kam arritur unë për të. Jo, ajo është gjë shumë e mirë. Ore ka njerëz që hanë edhe lule lakra, më kujtu mami im kur ishte në Itali dhe na kishte thirrë komshia lart. Një shtëpi dy katë që ne me qera kuptoj se kishim bler. Edhe ajo ishte kështu shumë njeri mirë, po përtonte me gatu edhe na thonte në herë mas here. Unë gatuaj natyrisht bëja gjithë atë mundur, ajo po marr perimet e freskëta, thoshte edhe djathtin po. Edhe tash i kishte vënë tavolinë jo lule lakër, këto që selinone këto gjërat, tha edhe mami im tash i shqip mu. Po këto zarzavate pse i ka punë tavolinë kjo ne. Ishte lodh zonja. Dhe duke u shtremnu mami im se këto hajnë kështu sa shumë të freskëta. Krudo. Ja do i hajnë me këto. Po edhe lakrën krudo? Të betohen, po kur ajo e ndau kështu, e kishte nda kështu natyrisht e kishte lar. Dhe filloi të hante këto kështu i ham ne dhe jedhim çik vaj çik krip. Ua, qyç, amizon, qyç. Jo, po më e bukur që po këto zarzavate pse i kemi tavolinë? Jo, për hir të së vërtetës më pëlqejnë pak gatuara. Më pëlqejnë pak zarzavatet krudo, por të kaluara pak në avull, që bëjnë një çik më pëlqejnë. Po, pra, ose në çik tigan shumë pak. Ato ishin kështu si çik lar, po për çana i ka vënë, tha mami, ua, sa të qesh. Shqyqy që ke bo byrek e gjonat e tira tita se këtu me gordh. Se mami mi ishte shumë direkt. Ishte brezi atyre që s'kishin, për ato ishte o e bardh o e zezë, nuk ishte gri. Dhe kështu po qeshtim, hami, po që isha ato, tha, lule lagre pa gatume. Po me të drejta një, lule lagre pa gatuar. Ne hani me veze, me djathë, ku të skuqme. Mirë. Ne tani lule lakrën e bëjmë edhe të pjekur dhe e bëjmë supë. Pjekur dhe supë, mos harrojmë. Tamam.
Po atëherë mami ima të bënte, domethënë skuqte me veza, jo vdisshim në. Ah, sa e mirë. E vërtet. Po shtojmë pra edhe patatet. Shumë mirë. Këto ndërkohë zbuten gjitha. Preshi është zbutur, Tash i kam edhe hudhrat, se edhe këto do t'i shtojmë që ta skuqe pak. Edhe do t'japin aromë. Po. Ah, sa aromë e mirë. Po heqim pak të si zemën që ka kjo këtu. Shkëlqyshëm. Julka, ja, tash ti. Unë do shtoj dhe hudrë dhe ne do shtojmë lëngun e... Se dhe ti u lodhe duke e përzirë, po... Jo, s'ka gjë. Me shumë kënaqësi. Pra dhe hudrën të grirë kështu trash. Një të skuqur 1 minutë edhe kësaj dhe ne do fillojmë të shtojmë lëngun. Po. Këto tjerat mund t'i grim edhe më pas. Që Julka unë do shtoj lëng. Dakor. A të lumshin duart. Ndejen se dojtë qik në kokë. Po të lutem, ja në kokë. Për çfarë jemi ne këtu? Po e shtoj kështu unë këto tashi. Dakor. Lëngu do t'ja shtojmë pjesë dhe varet sa të trashe doni juve. Dakor. Tash Julka ne do t'i vëmë kapakun. Kjo ka kripe drejta, sepse lëngun e kisha me kripe, unë do t'i shtoj edhe pak, sepse nuk ka shumë. Do t'i shtoj edhe pak piper, do i vë kapakun dhe do e lë, po. Nuk po do mere me ato gjërat e tjera që më kanë mbetur aty për t'u prerë, shumë. Dakor. Okej. Pjesën kryesore të supës, deri ku e kemi bërë, këto bishtat e qepës na duhen pastaj më vonë. Tashi, do t'i pres që t'i kem për kur prezantoj pjatën, Julka. Ah, okej. Kështu të grira shumimët edhe spekun. Edhe panën do ta hedhim më vonë akoma. Po, më vonë edhe atë. Shumë mirë. Dhe spekun do ta grida të kështu në të vogla, sepse ato do idhen sipër kur ne ta prezantojmë pjatën. Atëre. Do s'gjet çik bishta që se kjo do erba cipolina, po barqe, për si themi ne. Njësoj e kemi edhe kështu e bëjmë si bar, bishtin e qepës. Do ta grim shumë, unë pas kemi çik probleme këtë dorën sot, po jo s'ka gale Julka, jo s'ka gale. Ma moj zemër se e bëj unë. Po se s'di ç'a të bëj unë. Shiko, ja shiko. Shumë imët, ë? A do t'i kështu ja? Po. Me ima. Me komision. Mjafton, ë? Bëjmë bishta qepësh me komision. Po. Ja sepse ato duhen kështu shumë të imta dhe aty e ka bukurinë. Ndërkohë do bëj dhe gati një tigan të vogël ku do të skuqim atë pancetën, spekun kemi neve në këtë rast. Vogla i doti të vogla dhe ne. Shumë mirë, Julka. Thjesht mua s'pa kish marrë mendja që do t'i bëja me një fik kaq të madhe. Bani! Do një më të vogël? Jo, s'ka gjë se po më pëlqej ka vetja kështu si samuraj. Unë me të vogla s'punoj dot, ky është problemi im. Më dhe thik të vogël do e pres një copë gisht. Ah, okej. E kam kështu. Pra këtu thjesht kemi vënë këto perimet tonë. Pritet ashtu, pritet me tjetër drejtë. Pra, ky është drejtimi i duhur. Shef Bani? Mirë ke kështu edhe. Shumë mirë, po pak sa për t'ia hedhur sipër pjatës, sepse jep dhe freski, jep edhe çik shije. Pra keni parasysh, fika duhet shkoj nga ju tek burri. Nga ju tek burri. Jo nga burri tek ju. Që keni parasysh të. Ne kemi mesazhe për të lexuar. Do i lexosh mesazhet? Po, vazhdo. Jo, mbaruam, kaq duhet. Kaq ishte kjo. Lexoj mesazhet që na kanë ardhur nga zonjat apo zotrinj. Albani, ju përshëndes, jeni më të mirë të gjithë. Unë e përdor shumë kefirin, se jam intolerante ndaj laktozës. Bëj kek, pispili, pastiqe me kefir. Tani pa laktozë, unë nuk jam shumë i sigurt nëse kefiri është. Megjithatë, ky që kemi ne të lufrës është pa gluten, pa konservant dhe është pa sheqer të shtuar dhe përveç kësaj është plot e përplot me probiotik natyral. Patjetër. Ki e parasysh këtë? Mirëmëngjes, treshja fantastike e topit. Unë sot për drek do të bëj groshanik me peta të pjekura. Groshanik është byrek me grosh? Byrek. Të groshanik. Mirëmëngjes, fije. Sot do të gatuaj patate me mish dhe sallat me perime. Kalofshi një javë të mbar, faleminderit shumë e mbar qoftë edhe për të gjithë ju. Mirëmëngjes, fije. Unë sot si për herë për ditë të hënë bëj fasule, shoqëroj me sallat. Faleminderit për lëvdatën, për supën edhe mishin, por e dëgjoj me shumë kujdes zonjën Linda dhe i lumshin ato
ato duar dhe mendja e saj e ndritur se na ka mësuar dhe ne shumë gjëra të mira që na i pëlqejnë shumë të familjes. Ju përshëndes të treve Kadria. Faleminderit shumë e dashur, kishe shkëlqyer ti sot Kadria. Po, i kishe prezantuar. Mos e verituar. Mirëmëngjes të dashurit tan, qoftë java e mbar për të gjithë. E mirë kjo ëmbëlsira greke, pavarësisht emrit që ka. Alban, aman, çka ke bërë që je dobësuar? Kam grën. Aq sa i mirë je bër, thot. Për sot vërtet kam grosh se e bëra që dje. Sot i shtoj një pilaf. Mirë ke bërë. Bërë. Shumë mirë. Dërgoj një mesazh tjetër na thot, mirëmëngjes shtëpia ime. Si kaluat ju këto ditë pa ne? Unë dje u kënaqja me nipin, mbesën, stërnipin dhe stërmbesën, një festë e vogël familjare që më dha energji shumë të mirë. Sot e kam nisur dhe po bëj një kulaç nga recetat e Lindës. Në vazhdim nuk di, po patjetër gatimet e shtëpisë son për mua janë referenca perfekte. Jam duke pritur recetën e dytë për qafime nga Alma dhe ja Alma ku e ke edhe recetën e dytë. Tani. Po kjo Alma, sa vjeç është që ka edhe nipa dhe stërnipa dhe... Po, do t'jetë martuar dhe re. Vare. Ne shkruaj moshën, po ta kemi vetëm në përdorim personal. Nuk e themi në publik. Je duke grirë tani, nuk Po, e tash po bëj asgjë ju Alban, Okej. unë vetëm thjesht po bëj këto gati që t'i kem për të të kaloj supën e mi. A e di pse të pyeta se, shiko, jemi në tetor, madje jemi gati drejt javës së fundit të tetorit, këtë të diel që Vërtet. vjen ndrohet edhe ora, pastaj është Halloweeni etj etj. Dhe tani kur vjen pjesa e tetorit, ftohet koha, ç'a na kujtohet ne? Na kujtohet që po vin festa. Po vjen. E na kujtohen ato tryezat tona të mrekullueshme, me byreqe, me baklavara, me Ani jo se heqim dorë nga byreqet edhe gjatë vitit, po gjithsesi. Po pse të heqim, moj, ku mund t'i bëjmë vete, mund t'i bëni ato petët e holla dhe fantastike dhe duhet patjetër që nëse bëni këtë gjë do ta bëni, të përdorni vetëm mielin Ola. Në fakt, nuk e di nëse e keni ditur që mund ta gjeni edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mielin Ola. Po, për gjithë shqiptarët që jetojnë atje, e që kanë mall edhe vuajnë të gjejnë ato mielin e duhur për të bërë ato petët e cilat janë fiks për baklava e për byrek, mielin Ola e gjeni dhe atje. Ndërkohë ne në Shqipëri jemi pak më me fat se ju, E gjejmë kudo. çdo pikë shitjeje gjejmë mielin Ola nga fabrika e mielit Atlas. Mund të përdorni këto paketimet 1 kilçe, megjithatë ato janë edhe paketimet 25 kilogramshe, dhe mund pa diskutim të zgjidhni mes gamës jashtëzakonshme të produkteve që ka Ola. Mua gjithmonë ky miell, aroma më kujtojnë duart e gjyshes, tryezat e shtruara plot dhe një familje plot me dashuri, siç duhet të jenë familjet shqiptare, sidomos kur gatuhet mirë dhe gatuhet me mielin Ola. Thënë kjo... Këtu shtova vetëm gjethet e Selinos, si kisha lënë më njanë, po. Shtoj vetëm Selinon. Po, dhe asgjë tjetër. Tani ne këtu po skuq spekun që e kam grirë kështu, nuk u bik shumë të vegjël, se dua sa për të aromatizuar. Sa për sipër, për t'ja hedhur sipër. Ervini thot kemi pastiqe greke sot për drek. Ka pastiqe greke? Kush e tha? Ervini. Ervini është një çun që shkroi. Mund t'jetë dhe adrese përbashkët që e kanë burë e grua. Unë po e marr sigurisht një për mua është gruaja. Faleminderit Ervin. Pastiqe greke, s'pas kam dëgjuar ndonjëherë unë. Së di. Pastiqja greke është. Do interesohem. Oh, interesante. Pastiqja greke. Do marr informacione. Siç bëjmë ne pastiqen, po i hedhin dhe mish të grirë. Tash se mos të siç bëjmë ne pastiqen, po i flasim greqisht. Tash okej. Edhe ajo. Tani këtu do të shtojmë panën, pra, para se ta ngrim, do të shtojmë edhe djathin. Unë si tash kisha këtë djathin cheddar, po ju hidhni atë që keni. Il djathio cheddario e quajmë këto? Po, fiksa ashtu. Po, cheddario. E tha Julka thot me mish të grirë. Po, ma thanë edhe ca miq të mi të stafit. Tani, do t'a kalojmë kështu, sepse duam kremozë. Ta mbaj unë, ta bëj unë. Jo, s'ka gale Alban, çfarë ke thika kësha siklet, po ku e kuptove? Po më dhim të shumë. Po jetë një sy asaj unë tonës atje. Ka do pita? Edhe pak, do e lëm edhe një 10 minutë. Po se kemi ne ama. Do e shofi në fund zonjat. Tani pra po e kalojmë që ta kemi kremozë. Kontrollojni për krip.
Po shumë mirë i kemi dhe ato, ne kemi gati për ta prezantuar Alban. Okej, super. Pjatën e kemi gati. Marun të faleminderit. mroklën. Merret ja të mroklën. Ka emrin? Po marrni kështu. U bëre pise? Alban se është e nxehtë more. Po pikërisht pra se po më diqte, thash po mirë ta ha. Që të djegësh gjuhën. Sa mirë që ka. Shumë e mirë, shkëlqyer vërtet. Ato do t'i edhim si për Julka neve të gjitha këtu. Ja, po pres. Këtu, bravissima. Edhe këtë. E shtrenjta ime Julka, Alban dhe ti lindush. Unë jam 51 vjeç. Është Alma. Po pra. Kam 2 çupa, e lexova unë, kështu që Julka nuk ka faj. Okej. Tham që s'do e thënim. E thash unë. Po se ka problema Alma. Alma që ka e re fare. I madhe 23, i vogli 21. Oh, ti kesh me jetë, Po. Prit se vazhdon që ka e bukur shumë. Djali i madh o Julka thot kur pispillosem unë, pak, më thot mami ngjan me Julkën. Sa qef! Okej, e sigur që kur t'ju shoh do ju përshëndes pasi që ka këtu afër. Po, të lutem mësuaj jam Alma që shkruajt e programit. Po. Na Julka? Okej. O, sa e bukur moj mama Linda. Unë vë basë që Alma do t'a bëj këtë recetët. Jam i sigurt. Jam e sigurt edhe unë. Shumë. Edhe na ka ngelur dhe pak fare nga kjo trumza që kemi këtu dhe kjo jep. Na ka ngelur pak trumz dhe as pak kohë. Jo, mbaruam Alban. Ne mbaruam Alban. Me që mbaruam, vetëm do pastrojmë Karolinën. Këto postojmë këto gjërat, Okej. që do duken bukur tek. Do pastroj vetëm pak pjatën dhe jemi okej fare neve. Ëmbëlsirën Karidopita do e gjeni në rrjetet tona sociale të përfunduar. Aty do ta shikoni se do edhe 10 minuta për t'u pjekur, pastaj për t'i hedhur edhe shërbetin e për t'u servirur. Siç tha zonja Linda, vetëm 5 minuta do e lini që të ftohet dhe më pas do ja hidhni shërbetin. Sigurisht kjo vepër arti meriton që të ketë një vend në Luvër, me që vodhën ca vodhën është liruar vend atje në Luvër. Po pra ishte liruar vend, po çojmë Po pjatë. ka vend, çojmë pjatat tona se janë të denja. E voilà. E Ky voilà. është edhe propozimi ynë i dytë për ditën e sotme, një supë e shkëlqyer. Se të ta ha dhe sy. E voilà. E shkëlqyer. Të lumshin duart. Faleminderit juve. Tani, sigurisht do të kalojmë në publicitet, por falenderojmë pa diskutim miq tan të vjetër e të ri, të cilët janë pjesë e programit, Palma Nuts, Mielli Ola, Komodita Home, miq tan të Lufra, Teuta dhe Vitam. Ne kthehemi vetëm pas pak, mos u ndani nga ne.